kur nisë seanca në GJKO, çfarë pritet sot? Atëre, kryebashkiaku Velia i është drejtuar gjykatës së shkallës parë me një zvendësim për masën e sigurimit personal, duke argumentuar atë me faktin që është kryetari i bashkisë ende në detyrë i caktuar nga gjykata kushtetuese, pra duke e lënë atë si të tillë në detyrë dhe me argumentin që mosprania e tij në detyrë sjell probleme për qytetarët të cilët e kanë votuar, për mbi 233.000 qytetarë të cilët e kanë mandatuar si kryetar i Bashkisë së Tiranës në vitin 2023. Kjo është një kërkesë normale e cila bazohet edhe në nenin 228 të kodit procedurës penale, 229 të tij, për sa i përket zvendësimit të masës së sigurimit personal. Kërkesa natyrisht argumenton edhe faktin që në këto momente zoti Veliaj nuk ka se çfarë provash të prishi, përderisa janë komunikuar akuzat dhe çështja ka shkuar në gjykatë. Pra jemi ende në seancën paraprake ku nuk është bërë asnjë seancë lidhur me kërkesën e organit të akuzës, me kërkesën e prokurorisë. Pra nuk kemi një vendimarrje nëse do të kalojë çështja në gjyq apo jo, apo duhet që të pushohen akuzat. Dhe këto janë ato argumenta të cilat zoti Velia i ka parashtruar në kërkesën e tij në gjykatë dhe pritet që gjyqtari i çështjes, i cili ka dhënë masën e sigurimit personal, të shprehet me vendim. Pra do të jetë i njëjti gjyqtar, zoti Bani, i cili ka dhënë vendimarrjen apo ka marrë vendimin e parë lidhur me caktimin e masës së sigurimit personal arrest në Burg në shkurt të vitit 2025 dhe tashmë zoti Veliaj do të paraqitet personalisht vetë në seancë. Kujtojmë edhe faktin që kjo kërkesë për zvendësim mase do të gjykohet 5 ditë, brenda 5 ditëve nga momenti që është paraqitur, dhe kjo kërkesë duhet të jetë paraqitur ose ditën e hënë ose të martën në mëngjes, përderisa është caktuar afati 5 ditor dhe është lënë ditën e shtunë në orën 9, por duhet të sjellim në vëmendje faktin që kemi edhe një kërkesë padit ditën e hënë të paraqitur nga zoti Veliaj për sa i përket shkarkimit apo emërimit të prokurorit të çështjes, një prokurorit të çështjes, të zotit Dado, lidhur me momentin se si ai është caktuar, se si është zgjedhur prokuror në vitin 2008 nga presidenti i Republikës, duke kundërshtuar këtë akt si një akt absolutisht të pavlefshëm, sepse ai nuk i plotësonte kriteret për të emëruar prokuror në atë periudhë, dhe për këto arsye dhe shkaqe ka argumentuar në gjykatën administrative të shkallës parë Tiranë. Pra do të shikojmë se çfarë do të vendosë gjykata lidhur me këtë kërkim të zotit Veliaj. Tashmë ai ka hapur një luftë frontale organit të akuzës, si kurrë më parë nuk kemi pasur një fakt të tillë, edhe pse kemi zotin Veliaj, zotin Berisha, zotin Meta, i cili do dhe në këto kushte dhe nuk kemi asnjë paditë të tillë. Pra, ky vjen si një reagim revolte i zotit Veliaj kundër prokurorit të çështjes, i cili e ka çuar në burg. Avokat, pyetja e fundit, nëse Veliaj lirohet nga burgu dhe rikthehet sërish në politikë, cilat janë shanset e tij për të bërë kryeminist? Kjo, nëse vendimarrja e gjykatës do të jetë një zvendësim masë sigurimi personal, atëherë do të kemi një konfigurim të ri politik dhe natyrisht do të kemi një friksim të zotit Rama, i cili është kryeministri, por që mendohet që të gjitha këto, pra ky kallëzim ka ardhur si rezultat i një letre anonime i bërë nga enturazhi i tij dhe konkretisht nga zonja Balluku, pra një grup shumë afër zotit Rama, dhe kjo provohet edhe me gjithësjelljen politike të zotit Rama këtë periudhë, pra nga shtatori i vitit 2025 dhe në vijim, ku ai ndryshe nga zoti Veliaj, i cili u munduaj që të distancoj nga ai, kërkoi shkarkimin e tij, me zonjën Balluku po ndjekte një standard të dyfish. Kështu që do të kemi një gërsim të zotit Veliaj dhe mendoj që ai do të jetë një grupim shumë
kundër zotit Rama dhe mund të kemi një çarje të Partisë Socialiste, natyrisht edhe një konfigurim të ri politik. Faleminderit. Faleminderit.